Fundjava nuk është vetëm për të pushuar trupin nga aktivitetet dhe punët e ditëve tjera, por është edhe rast i mirë për të shijuar edhe vlera tjera më të çmuara. E kur kemi edhe ndonjë dhuratë si kjo, atëherë nuk ka se si të mos përmbushemi edhe shpirtërisht të gjithë. Jemi pra edhe sot së bashku për një ngjarje tjetër të rëndësishme dhe të veçantë kulturore, si gjithmonë për t'i dhënë rëndësinë dhe vlerësimin krijimtarisë së autorëve tanë. Zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur në promovimin e përmbledhjes së shkrimeve të Ramadan Musliut për disa vepra të Ibrahim Kadriut, të përgatitur për botim nga profesor Anton Nik Berisha, i cili e ka shkruar edhe parathënien. Jemi të nderuar që këtu i kemi edhe familjarët e Ramadan Musliut, pastaj përfaqësuesit e komunës së Vitis, këtë rast të drejtorin Basri Aliu, po ashtu drejtorin dhe familjarin Halil Musliun dhe krijues e dashamir të fjalës së shkruar. Siç dihet, veprimtaria e Ramadan Musliut është shumë dimensionale. Përveç krijimtarisë letrare shkencore, ai dha kontribut të çmueshëm edhe në fushën e informimit dhe të politikës. Kjo ngjarje është organizuar nga shoqata e shkrimtarëve dhe krijuesve Ramadan Musliu në Viti. Andaj së pari e lus kryetarin e kësaj shoqate, Fadil Abazi, për fjalën e hyrjes. Përshëndetje për gjithë, të nderuar të pranishëm. Mirë se keni ardhur në këtë ngjarje për promovimin e veprave të përmbledhura nga Anton Berisha, disa vështrime kritike për veprën e Ibrahim Kadriut. Faleminderit gjithëve që keni ardhur. Dua ta përshëndes profesor Anton Nik Berisha për kontributin e tij të vazhdueshëm në promovimin e veprave të Ramadan Musliut. Falenderoj se gjithmonë është aktiv dhe është një njës i mirë i veprave të Danit. Prandaj sot ka ardhur një përmbledhje të vështrimeve kritike që i ka bërë Ramadan Musliu për veprat e Ibrahim Kadriut. Gjithashtu edhe aktorin e kësaj ngjarje, zotin Ibrahim Kadriun, shkrimtarin tonë të madh. Gjithashtu e përshëndes edhe Sabet Rostemin Botusin, shtëpia botuse Beqir Musliu. Veprimtaria e Ramadan Musliut, si poet, si kritik, si përkthyes letrar, si publicist, për herë ka qenë qendër të interesimit të lexuesve, sidomos kritika e tij letrare. Janë një varg punimesh që ndriçuan botën e pasur të kritikës letrare të këtij krijuesi, por edhe veçantia veprave në fushën e kritikës letrare, të përkthimeve letrare dhe të publicistikës. Sot në përkujdesjen e profesor Anton Nik Berishës, në ofrua edhe një sër vështrimeve që Ramadan Musliu ka bërë për shkrimtarin tonë të mirënjohur Ibrahim Kadriu. Ibrahim Kadriu është një shkrimtar me zë në Kosovë, ai ka dikun rreth 40 vepra të botuara, ndërsa 20 i ka të përkthyera në gjuhë të ndryshme të botës, ndër romanet ose veprat kryesore të tij janë Netët e Karadakut, Diçka po ndodh, Kroji i Laçit, Koha të korrorave, Çuni i kohës lekës, Kalorësi i Karadakut, Fermarja në Shtjell, Gloria në mes, romani Misioni Rus, Të vdekurit e gjallë dhe Varri shitur në Damask e të tjera. Deri më tash këndëria letrare Ibrahim Kadriut në gjuhë të huaja, siç e pranë edhe më herët, regjistron gjithsej 20 botime të përkthyera, 18 botime bërë pas vitit 2000. Ndërsa sot, përmes vështrimeve të kritikës së Ramadan Musliut, do të trajtojmë disa nga veprat e tij dhe çka e falenderojmë profesor Anton Berishën për këtë përmbledhje, për vlerësuar veprën e Kadriut përmes syrit kritik të Ramadan Musliut. Por edhe për zbardh veprimtarinë e Danit që në fushën e kritikës dhe poezisë ishte i pazëvendësueshëm. Faleminderit, mirë se keni ardhur.
Faleminderit, Zoti Abazi. Ramadan Musliu në rrugtimin e tij ka krijuar përjetësi me veprën artistike, e cila që në botimet e para ka diktuar vëmendjen e lexuesit të mirëfillt. Ai nuk ka shkruar do si do. Pena e tij ishte e rëndë, prandaj edhe subjektin e përmbledhjeve të tij që po e trajtojmë sot duheshte ta kishte zgjedhur me kast. Më shumë mbi përmbledhjen e shkrimeve të Ramadan Musliut për disa nga veprat e Ibrahim Kadriut, do të dëgjojmë nga profesor Anton Nik Berisha, i cili, siç u tha, e ka bërë përkatitjen për shtyp të kësaj përmbledhje. Urdhëroni, profesor. Padyshim se fillimisht është një libër i vogël, por punët në letërsi nuk maten me sasi. Ideja që të bëhet një libër i tillë nuk ka lindë rastësisht. Unë punë këtë sallë, kam thonë diçka rreth krimtarisë e tij si poet, si studiues i letërsisë dhe si publicist. Dhe natyrisht se do të ishte e pa logjikshme dhe pa pranishme të përsëris tash ato punë që i kam thënë një herë. Po ashtu, këtu është një parathoni që shpjegon, sqaron në mënyrë të mirëfillt si ka lindur ky libër dhe pse ka lindur ky libër. Se janë dy punë, si dhe pse ka lindur. Po gjitha këto, sikur thoshte nëna Tereze për punën e saj, është vetëm një pikë ujë në det. Ne sa më shumë që të miremi me njerëzit që na kanë shkuar ose që kanë qenë dikur dhe kanë krijuar një bazë të letërsisë dhe të kulturës sonë, aq më shumë dëshmojmë se edhe ne po ekzistojmë dhe se edhe për ne ndoshta dikush do të flasë më vonë. Të gjitha ato kultura dhe ato letërsi që nuk mirën me të kaluarën e tyre faktikisht janë para një gjendje të vdekshme. Letërsia ka një natyrë të tillë që nuk din për kohën. Në qoftë se një vepër është artistike, ajo do të notoj në për kohë. Dhe pikrisht, unë kam menduar rreth një dukurie që Ramadani e ka thënë në një punim të tij, esenca dhe ekzistenca poetike. Rreth kësaj do të flas. Pastaj diçka dhe rreth librit. Se esenca poetike dhe ekzistenca poetike bojnë thelbin e veprës letrare dhe të jetës letrare, jetës artistike. Prandaj ai nuk e ka vënë titull, nuk e ka vënë këtë titull rastësisht. Po, para se t'i them disa fjalë për librin e Ramadan Musliut, për disa vepra letrare të Ibrahim Kadriut, të nxjerrë në dritë nga shtëpia botuese e Beqir Muslive Gjilanit, të cilën shoqata shkencëtare të vetis ka vendosur ta paraqesë sot, desha të përmend 2-3 çështje që do ta sqarojnë botimin dhe rëndësinë e kësaj vepre, por edhe ta arsyetojnë edhe titullin e kësaj kontese, domthonë esenca dhe ekzistenca poetike, siç e ka përdorur këtë tok fjalësh vetë autori Musliu. Një poet i ynë, nuk po e përmend gjinin sepse mund ta identifikoni këtu, nuk është më rëndësi a jam unë apo je ti apo është ai tjetri. Një herë gjatë një rrugtimi më tha se e ka shkruar dhe një roman. Dhe nuk është e çuditshme sepse ka një varg poetësh që kanë shkruar romane. Por nuk e kishte ushtruar prozën. Tha dhe kam qef, tha, po e thamë fjallën ashtu si e ka thonë, kam qef që ta thamë përmbajtjen. I thash më vjen të keq, po do të më kursesh tash për këtë punë, thash se përmbajtja nuk është roman. Përmbajtja nuk është roman. Përmbajtja është vetëm një ngjarje që dikuj mund t'i pëlqej e dikuj tjetër të mos i pëlqej, ose t'i pëlqej pjesërisht. Po ashtu një autor ynë, romancier, që ka botuar disa libra, po dalë shpejt të Ramadani, dhe mos mërzitin, s'pak minuta, po ju marë. Në një promovim të romanit ti, po ashtu,
pa dëshirë që t'ja them emrin, tha se romanin e ka shkruar për fakt historik. Do thot, jemi në rrafshin e fillimit të alfabetit. Romani nuk shkruhet për faktin historik. Një vepër letrare, një poezi nuk shkruhet për faktin historik. Një vepër letrare artistike shkruhet për faktin artistik. Asnjë vepër në historinë e njerëzimit dhe të letërsisë botërore nuk ka mbetur e rëndësishme pse ka pasur një fakt historik, po pse ka pasur një fakt poetik. Dhe nëse nisemi nga një nga veprat më të vjetra që një historia e njerëzimit, vepra letrare kam fjalën, epi Gilgameshit, e shkruar më shumë se 4000 vjet përpara, ai nuk ka mbetur pse aty flitet për vdekjen, për dashurinë, për kërkimin e jetës dhe për kërkimin e përjetësisë, por ka mbetur pse ka mbrana saj ka art. Dhe kanë kaluar 4000 vjet dhe ai lexohet sikur të ishte shkruar në një vjet më parë. Shkrimtori i quar gjerman Lessing thoshte një diçka shumë të rëndësishme, se këtë që po ju tham unë nuk është se e kam zbuluar unë, këtë e kam mësuar për tjerëve. Edhe atë dije që e kanë thonë të tjerët, po a tham unë. Do të thotë që unë e kam përfilat mendim të tyre dhe në një mënyrë ose tjetër ai lidhet edhe me botën time. Thotë kështu, Lessingu, vlera e njeriut nuk qëndron tek e vërteta që zotron ai, apo që pandese e zotron, por të përpjekjet e qiltra që ban ai duke kërkuar atë të vërtetën. Sepse secili nuk ja shton forcën zotrimi i së vërtetës. Domthonjë, nuk është e rëndësishme që ta kesh të vërtetën, po ta kërkosh të vërtetën. Se në qas kur e ke të vërtetën, domethënë ti veç s'ke ku, aty është fundi. Pra, thotë, sepse ati nuk i shton forcën, por kërkimi së vërtetës, vetëm këtu qëndron përparimi i përhershëm i përsosjes së tij. Zotrimi të rahaton, të bën për tac mendje ma. Nëse Zoti do ta mbante në dorën e djathtë të vërtetën dhe në dorën e majtë të vërtetën e mundshme, këtu thot Lessingu, unë do të isha përkullur, do të thonë hirsi, unë marr dorën e majtë, sepse vërteta e një mend përket vetëm ty, kurse vërteta e mundshme na përket mua. Këtu dalim te Ramadan Musliu. Dhe me thonë, qka kërkon ai të vepra letrare, dhe pse këtu janë përmbledhur këto punime që flasim për veprat e Ibrahim Kadriut. Pikrisht këto, të mundshme, të vërtetën e mundshme, e jo të vërtetën historike. Se e vërteta historike i intereson një historiani. Është e njoftën qysh kur e ka thonë Aristoteli. Thotë, një vepër Herodoti çmohet si baba e historisë. Domthon historinë që ka shkruar Herodoti është një nga historitë më të rëndësishme, mund të ketë qenë edhe në histori para tij, po ajo është një vepër që ka krijuar bazën e historisë së shkencës. Dhe thot, vepra e Herodotit do të mund të shkruajë në vargje, por prapë do të mbetë një vepër historisë. Domthon jemi te një fushë që mjerisht edhe vetë një bashkëshkrimtarësh nuk e, sikur i thash edhe dy shembujt, nuk e kapin se letërsia nuk është ngjarje. Flaubert thot, historia e Napoleon Bonapartes dhe historia e një mori për letërsinë kanë të njëjtën vlerë. Vetëm varet se si do ta thuash historinë e një mori edhe si do ta thuash historinë e Napoleon Bonapartes. Ramadan Musliu në këto punime, sikur ka ndodhur edhe kush e njeh mirë librin e tij të parë, të botuar në 1990 mbi ndërtimin poetik, ai kishte një aftësi që edhe ta kërkonte, edhe ta dëshmonte vlerën artistike të një vepër, sepse ti varet se çka kërkonte një vepër artistike.
Një profesori imi i Zagrebit, një nga studiusit më të mëdhenj, kam pasur fat ta kem profesor dhe ligjëratat e kam dëgjuar me shumë kujdes, mirë me sidomos me letërsinë gjermane. Ai thoshte, në qoftë se një lexues lexon një vepër artistike për një qëllim tjetër, është e drejta e tij, por ai leonash çështën më kryesore se vepra artistike. Dhe gjua poetike nuk e ka për qëllim që të thotë se është vetëm kështu, është e kundërta e kësaj. Një vepër artistike nuk duhet ta thotë në mënyrë të prerë një dukuri, sepse nuk i përket artit letrar ajo. Në qoftë se një tekst letrar dve para me dysheve të mëdha, ai është më i rëndësishëm se sa ai që thotë sot po bën shi edhe më të vërtet po bën të shi. Është një informacion i zakonshëm. Letërsia nuk e ka këtë qëllim. Letërsia ka një qëllim tjetër, t'jap sa ma shumë mundësi që të kapish ti nga teksti. Dhe Ramadani ishte pikrisht një autor që dinte çka të kërkonte te vepra letrare dhe dinte se si ta përligjte, si ta dëshmonte atë vlerë. Dhe kush ka lexuar diçka prej tij, domethënë nuk duhet shumë të kërkosh. Unë këtu e kam një mendim të tij që heq shpesh, është më i vlefshëm ky mendim se mund t'ju flasë një orë. Thotë kështu: pjekuria një poeti nuk e ka moshën kriter kryesor. Domethënë, shkrimtari i madh mund të jetë një fillestar. Ka pasur raste shumëta në letërsinë botërore si vepra e parë në shkrimtari ka me vepra kryesore. Po ka pasur edhe raste tjera kur vepra e fundit ka qenë vepra kryesore. Ky e thot këtë, e thot në bazë të një dije që kishte krijuar bazë leximit, se dija për letërsinë nuk pik as nga qielli as nuk del nga toka. Dija për letërsinë dhe për gjitha shkencat tjera del nga njohja që ne duhet i bëjmë secilës shkencë ose secilës vërmëtari. Pra, por ma shumë se moshën e ka krijimin e individualitetit krijues. Do më thonë, te identitetit të veprës që e përcakton identitetin krijues të autorit. Ky identitet mbështetet në vetë veprën letrare. Do më thonë, jo në rrethonat si është krijuar vepra letrare dhe kush është autori i saj. Ne shpesh flasim për letërsinë, për autorin, nuk flasim për veprën. Kjo është e keqja edhe shëmtimi më i madh i mundshëm. Ne duhet flasim për tekstin edhe për veprën. Autori është dukuri, shkrepi thot, Zengo shkrepi thot, dukuria e autorit është dukuri e vonshme. Përpara njerëzit i kanë shkruar vepra letrare dhe nuk e kanë vënë emrin fare. E kemi Iliadën, kemi Odiseun, e kemi Gilgameshin, e kemi Kongën e Rolandit, Digenis Akritas, kemi një varg vedat indiane, një varg veprash të klasit parë, që nuk kanë emën hiq, edhe as kujt si pengon, kur gja hiq. Ose e kanë marrë me mend se e ka shkruar Filan Fisteku. Është teksti ai, domethënë. Dani e thot këtë shumë bukur. Domthonë në vetë veprën letrare, teksturën artistike e cila duke marrë funksion permanent, estetik, shndrohet madje edhe në një lloj stereotipi autorial të cilën njohim dhe rinjohim gjatë leximit përmes shenjave të identifikueshme, tematikës e specifikuar, perceptimit artistik, gjuhës dhe silit, singular dhe gjenis artistike konstante që krijohen gjatë receptimit të veprës. Çfarë do thotë? Do thotë se krijuesi i madh e krijon stilin e vet. Nuk është se ai stil nuk ka qenë i njohur. Shikoj, Eliot e ka një mendim. Unë mund ta përfundoj kur të sekondar. Eliot i thoshte një diçka shumë të bukur. Edhe për veprat më të rëndësishme që mendojmë se kanë qenë kryevepra, nuk janë asgjë tjetër vetëm një lloj variante të atyre veprave që kanë qenë para këtyre e ne nuk i njohim. Nuk i njohim. Edhe këto të fundit i morëm si janë kryevepra, por nuk janë kryevepra në krahasim me kryeveprat e përpashme. Dhe këtu e ka hallin
e vren me shumë shkasi Ramadani pikrisht në këto punimet që shkruan, se nuk është se ky flet thjesht për një vepër letrare të Ibrahim Kadriut, por gjatë shqyrtimit të veprës, ai natyrisht thot edhe mendime tjera të rëndësishme. Dhe mund të them se në këto punime vren dy gjëra kështu, dy dukuri që heqin pesh. Se unë nuk mund të flas për librin se është i mirë ose është i keq. Unë flas për dukuritë që shtrohen në këto punime. Ato janë më të rëndësishme se sa çdo gjë tjetër. E para është se ai në veprën konkrete përqendrohet, domethënë, në vlerat poetike, kuptimore, në mundësinë e perceptimit nga lexuesi dhe të ndikimit të saj estetik në temë. Ne kemi një mendim shumë të gabueshëm kur themi se ne nuk e kuptojmë një vepër letrare. Unë këte e kam thonë, këto janë disa njerë që Sabiti, Ibrahimi, Vadili, që e dinë që unë nuk e kam hallë që ti përsëris disa gjona, se i kam mësuar nga tjerë. Thuash, nuk e kuptoj një vepër letrare, tregon se ti nuk e ke punë mirë më fort me letërsinë. Se në qoftë se nisesh nga fakti se një vepër letrare ka ma shumë, ose një tekst letrar ka ma shumë se një kuptim, si do ta kuptosh ti atë? Ti do ta kuptosh në mënyrën tënde, unë do ta kuptoj në mënyrën time, e ky zotëria këtu do ta kuptoj në mënyrën e vet. Dhe do të dalë edhe një tjetër, do të thotë, jo, mund t'i thotë edhe kësaj. Ta morëm për shembull një varg të Deradës, se këtu s'më kujtohet një Ramadani përmendsh, më vjen keq. Kangjeli 30 këngët Milosas, një kryvepër poetike, janë këto dy vargjet. Dy vargjet e para të kangjelës, të këngës së fundit, se kangjeli që Derada. Friti ere malevet dhe rëzoj hijen e lisit. Fryni era maleve dhe rëzoj hijen e lisit. Këto janë dy vargjet e para të këngës ose të kangjelit të 30 të këngët Milosas që kishte botur me 1836. E tash, ky varg dherzoj hijen e lisit, po jo lisin. Si do të kuptohet ky farvargu? Natyrisht do të kuptohet në shumë mënyra. Dhe jo vetëm se personat e ndryshëm do të mendojnë ndryshe, por dhe vetë autorin, nëse do ta lexojnë në kohë të ndryshme, do të mendojnë se ky varg mund të ketë këtë kuptim. Domethënë, shpreha se nuk e kuptoj veprën letrare artistike është e panevojshme, e pamundshme. Ne vëmë komunikim me tekstin letrar. Domethënë, unë vë një komunikim, Gjevati vë një komunikim tjetër. Halili vë një komunikim tjetër. Po të gjithë janë, ky komunikim të gjithë domon nxitet nga teksti artistik, poetik. Po kur themi, a është njëri më i poshtë i mundshëm, këtu nuk ke çka flet më. E ke një mundësi. Ose shkova në qytet me vonesë, nuk ke këtu më. Antoni është shumë i poshtër, s'ka këtu më çka flet. Por nëse vetëm vëm një pikë pyetje, ky është teksti letrar. Nëse vëm një pikë pyetje, a është Antoni i poshtër? Atë fillon letërsia. Kuptimi shumë kuptimor i një tekstit, shumë kuptimësia një tekstit. Te Ramadani është një aftësi kështu që nuk e kete kritike që kam lexuar unë, sidomos të kritikët tanë. Ai flet për një vepër të një autor, sikur në rasti konkret për disa vepra për 9 vepra, janë 9 punime për 9 vepra të Ibrahim Kadriut. Por gjithmonë flet edhe në mënyrë krahasimtare. Do thotë, flet për këtë vepër, por e krahason edhe me veprat parapraku ose me veprat e autorëve tjerë, sidomos me veprat që i ka shkruar vetë autori. Për shembull, flet për
s'mbeti kohë për kremte, që është përkthyer edhe në gjuhën rumune, por e krahason edhe me për shembull netët e Karadakut. Domthonë, çka do të thotë kjo? Në qoftë se ne nuk i kemi lexuar me fillë veprat e Ramadanit, e Ibrahim Kadriut ose të cilët do autor, atëherë ne nuk jemi në gjendje të shkruajmë në këtë mënyrë. Ai e kishte të qartë. Unë mund t'ju them vetëm diçka. Me 1990 kam pasur fatin, rastin, si të doni. Jem redaktor i librit ti mbi ndërtimi poetik. Dhe e maj men mirë kur kemi biseduar para se ta merja librin. Janë 3 punime aty për poezinë e Din Mehmetit. Nuk më ka kujtesa, nuk më ka tratu këtu. I maj men me 3 punimet. Nuk i maj men librat, po 3 punime kanë qenë. Në asnjë punim nuk është përsërit Ramadani. Se ne jemi si papagalli. Kur e shkruajmë një punim, e shkruajmë as një disa mush një tjetër, tani marrin disa pjesë të atij punimit, të atij punimit, sikur kanë vepruar disa autorë që kur s'kan mund me vënë libër të mirëfillt, sepse janë përsërit pa nevojë. Thu se janë punimet e autorëve të ndryshëm. Jo në kuptimin se ka ndruar stili, po në kuptimin se nuk ka përsëritje. Edhe këtu kemi këtë punë. Shikon, se cili prej nesh, pa marrë parasysh cili, dhe tullet të shkruaj për 9 veprat e Ibrahimit, atëherë ndulli me ne të analizojmë dhe shohim se sa herë është përsërit. Këtë Ramadan e ka shmonë po kjo nuk është rastit. Ti mendon për një libër edhe në atë çast flet për atë libër edhe natyrisht si e këtu po them edhe një mendim të Ramadanit. Kur ai flet pikërisht për realitetin në veprën letrare dhe realitetin konkret, një jetë përditshme, realitetin e përditshëm. Shikoni, në qoftë se dikush prej krijuesve këtu merr dhe ton ta thot një diçka në mënyrë artistike për këtë takim sot, ajo që thot ai edhe ajo që ka është këtu që jemi ne janë 2 sene që nuk afrohen në asnjë mënyrë. Se këtu i kemi njerëzit e gjallë, këtu kemi karikat, kemi mikrofonin, kemi këte. Në letër kemi vetëm shenjat. Domethënë, ja, që ne thëmë, jo, kjo vepër është kretë reale, kretë na... Shiko, ajo niset nga një realitet, por shkrimtari e krijon realitetin, e krijon një realitet vetën. Edhe ai, për shembull, Madame Bovary e këtij Flaubertit, ose ai që ka shkruar një roman për Skënderbeun ose për Napoleon Bonaparte. Aty kemi një person të caktuar me peshë, me këte, me përballje fiziologjike, anatomike, ku diun. Në veprën letrare ke shenjat, ke fjalët, përmes fjalëve ta e paraqet atë. Edhe tani këtë e dinte. Këtë e dinte dhe edhe e për ligj e dëshmon pikërisht në këto punimet, qoftë për në prozë, qoftë në poezi. Sidomos në poezi, unë kam këtë përshtypje, ka pas një, këto e dëshmon edhe ajo panorama, që mjerisht nuk, që këto është edhe Sabiti dhe Alili, nuk pat fatin që të njihet ma shumë nga lexuesit. Ai ka bërë një shërbim të madh, por ne nganjëherë jemi të panershëm për ta pranuar një punë të madhe që ka bërë tjetri. Se na duket vetëm vetja i madh. Po. Ka bërë një panoramë me 69 poetë të shquar botëror që i ka përkthyer edhe na i ka lënë trashëgim. Në qoftë se vetëm merresh me leximin e pjesshëm të 69 poetëve, atëherë do thotë ti mendon ndryshe për letërsinë.
E jo sikur përpara, kur nuk i lexuar, se ki lexuar 2 romane dhe një libër me poezi dhe ulesh e shkruar. Po them edhe, pastaj nëse ka dikush në pyetje, unë nëse di, përgjigjem, nëse s'di, mendoj një herë tjetër dhe në herë tjetër përgjigjem. Në fund është një diçka që nuk lidhet shumë me punën drejt për drejt me kritikën dhe studimin e letërsisë, por është një bisedë Ramadan Musliut me Ibrahim Kadrion. Dhe kjo sikur i qartëson edhe disa punë që në këto punimet nuk mund të jetosh ose jeton pak. Se ju dini biseda, letrat dhe bisedat janë një formë kur njeriu del krejtësisht i vetvetes. Edhe kjo e shkurt është, por mu më ka bërë përshtypje edhe e kom futur këtu. E kom futur këtu sepse kush ka që i gjenë tash gazetat, na jemi njerëz që popull e kulturë që nuk i ruajmë këto. Ne merrem me mend tash libri i parë i yni që është 1555 me Shari Buzukut, ne kemi kopjen e paplot. Ekziston një kopje, por ne nuk duam ta gjejmë, pse s'na interesojnë. Kështu që unë uroj që mos mbes ky libër i fundit që mund të bëhet nga krimtaria e Ramadanit, po të gjenden edhe aspektet të ndryshme, dhe me thonë edhe në rrafshin e gazetarisë që ka plot punime që janë përfshirë, sepse shiko, në një punim të vogël mund të thuhet një mendim shumë, mund të gjendet një mendim shumë i madh. Edhe kjo tregon se ne duhet të vazhdojmë të gjejmë forma për të botuar edhe në libër të Ramadan Musliut. Unë ju kërkoj ndjes se zgjata pak, po e pa kështu. Faleminderit profesor, jo vetëm për këtë kontribut, por edhe për përmbledhjen me kujdes të gjithë nektarit të krijimtarisë letrare të Ramadan Musliut. Siç u tha, kjo vepër është botuar në shtëpinë botuese Beqir Musliu në Gjelan, andaj për një fjalë rasti e lus për botuesin profesor Sabit Rustemi. Faleminderit shumë. Përshëndetje për gjithë, edhe për shoqatën e shkrimtarëve dhe kryesve të vitis, që ka bërë një punë shumë të mirë me prodhimin e këtij libri, duke i vënë lojë, por duke i nderuar njëkohësisht tre personalitete. Vetë autorin e librit, Ramadan Musliun, përgatitjen e këtij libri, profesor doktor Antonik Berishën, njëkohësisht edhe vetë shkrimtarin, i cili ka intriguar që të shkruhet ky libër përmes krijimtarisë së tij letrare mjaft të bujshme. Botuesi ka pas për nder, ti botoi sikur që ka botuar librat e drejta shumë të Beqir të Ibrahim Kadriut, me që ka shumë botuese të tjerë në Kosovë sot. Edhe shtëpia botuese Beqir Musliu është nderuar që në vazhdën e përpjekjeve për ta qartësuar edhe për ta shprushur krijimtarinë letrare të Ibrahim Kadriut dhe për ta parafruar më tepër me lexuesin, ka botuar nga ato 9 botimet që u përmenden të kritikës së rënë 4 3 botime të Labinat Berishës për veprat e Ibrahim Kadriut, 1 botim të Arsim Halilit për disa nga romanet e Ibrahim Kadriut, 4, kështu që të tjerat 2 janë botuar nga libri shkollor, ndërsa një libër me biseda për Ibrahim Kadriut nga Fatmir Droko, po ashtu është botuar nga shtëpia botuese Fat, dhe libri i profesor doktor Anton Berishës
po është për disa nga veprat e Ibrahim Kadriut, nga shtëpia botuese në Fajkonica e Prishtinës. Do thotë janë të rrallë shkrimtarët në Kosovë që kaq shumë e kanë intriguar kritikën letrare, studiuesit, kritikët e letërsisë, po dhe shtëpitë botuese që të botojnë libra kritik për një shkrimtar. Kur nëse masim e vlerësojmë atë kërkesën e tregut, belektojnë ato botimet që fare nuk kërkohen në treg. Janë deficit në aspektin e letërsisë tonë, sidomos librat për klasiket tanë të letërsisë. Flasë edhe për klasiket që nuk i kemi më, po edhe për ata që fatmirësisht ende i kemi në mesin tonë. Në vend që ta kenë të kompletuar të dosjen letrare nga ana studiuesve të letërsisë, ne jemi thuja tek në fillim. Është një punë që nga ana tregut nuk paguhet fare, por nga ana e letërsisë, e trashëgimisë tonë shpirtërore, letrare, thjesht nuk paguhet as me parte e buxhetit të Kosovës. Kështu që unë me të dhe që falenderoj edhe një herë shoqatën për një program të këtil dhe t'jo dëshiroj punë të mbarë edhe një vikend mbarë gjithë juve që gjithë atë kohë edhe të vini ta ndrani këtë personalitet të shuar të letërsisë tonë që me gjithë këtë mosh që e ka të djeqare duket si djalë i ri. Faleminderit profesor për këto fjalë, faleminderit edhe që po jepni dritë vlerave të mirëfillta. Ramadan Musliu nuk ishte vetëm intelektuali i kalibrit të lartë, autor e krijues i spikatur, por edhe një mik i mirë dhe familjar i përkushtuar. Tani e lus të vëllain e tij Halilin që t'ju drejtohet në emër të familjes Musliu. Të nderuar pranishëm, i nderuar prof Berisha, panel e nderuar. Sot kur po, në vërtet jo sot, po në këtë vit bon 5 vite që doni iku nga kjo botë, ndërsa ky është projekti i gjashtë që Anton Berisha e bën për veprën dhe krimtarinë e Donit. Unë në rëndë parë kisha falendëruar shoqatën e krijuesve letrorë Vitis, e cila e mban emrin e Donit për angazhimin e vazhdueshëm dhe për kujdesin e vazhdueshëm që është shënimin e datave dhe krimtarisë Donit. Sot jemi në promovimin e këtij libri që ka të bëjë me disa shkrimet e Donit për librin për veprimtarinë e Ibrahim Kadriut, veprimtarinë letrore. Ne jemi rrit me disa matrice jemi me veprat e Ibrahim Kadriut, kështu që unë nuk do të flas se si jam inkompetent, jam për këtë punë edhe sidomos pas fjalës së profesor Antonit edhe të Sabitit që e thanë për këtë vepër. Po unë duhet ta falenderoj Antonin Berishën që domethënë ka bërë 6 projekte për studimin e veprës Donit. Domethënë është një përpjekje për vlerësimin dhe rivalorizimin qoftë veprës edhe jetës së Donit edhe rëndësisë së tij në letërsinë shqipe. Po thamë se është inkurajuese për neve si familje për shkak se Antonin e konsideroj se jam një ndër ata që e duan letërsinë dhe përcjellin me pasion, është ndër studiuesit më të rëndësishëm në letërsinë shqipe, ka do që flitet shqipja. E kujtoj unë Antonin, domethënë që është si nxënës për herë të parë e kam pas kontaktin me letërsinë Arbresha, aty e kam njohur vore ujë kundushko vetë më frona në Timorin, ka të zugarën e tërë. Atë letërsi që për herë të parë kam pas kontaktin. Pastaj e ka edhe veprën për letërsinë për shpirtshme dhe ka shumë vepra dhe shumë shkrime për autor modern, për letërsinë moderne, për poezinë dhe prozën. Domethënë bëhet fjalë për një krijues shumë dimensional. Për një nuk është çështje veç e afinitetit, është çështje e kompetencës dhe dijes e përgatitjes shkencore për me bon një vlerësim. Pse e përmena ju rasisht letërsinë Arbresha dhe letërsinë për shpirtshme, se e tha dhe gjatë fjallës e tij
Prova se kritika për vitet tonë, dhe e konceptit socialist, është morë me autorin, nuk është morë me veprën. Kritikën që kanë sjellë Anton Berisha, Ibrahim Rugova, Doni dhe edhe të tjerë tash mos t'i përmendi, ka pruni tendencë të re dhe një qasje të re në kritikën letrare që me u morë me tekstin letrar. Thash këto se është morë domethënë me materie për cilat për lexuesin edhe për opinionin letrar kanë qenë pa njohur, domethënë letërsia arbëreshe ka qenë diçka e pa njohur, edhe letërsia e përshpitshme dhe tash e merr Antoni, bën një selektim dhe një prezantim, një vlerësim dhe një rivalizim dhe i afron publikut me pas qasje, domethënë në ato që quhen vlera letrare. Kjo është ajo inkurajuese dhe që jemi falënderues se ky është marrë domethënë me vlerësimin dhe rivalarizimin e veprës së Donit. Dhe këtë ka bën në kontinuitet. Do të më përmend këtu dhe Sabitin se binomi Berisha, Rustemi domethënë kanë qenë vazhdimisht, sidomos vitet të fundit kanë bërë jetën gjallë kulturore. Po du me potencu si fakt për shkak se në vakumin institucional se na kemi edhe Ministritë Kulturës, po kulturën e kemi në margjina. Tash i kam përmend edhe me një rast tjetër që ky binom realisht e ka bë votër të kulturës gjilone, ndoshta marrë me ato me cilën është doshtë merë në institucione. Sot na nuk kemi shkrime as për Anton Pashkun, as për Teki Dervishin, as për Ali Podrimin, deri te Ymer Elshon e shumë tjerë tash mos i përmendi. Është detyrë e institucioneve me e marrë, me e vlerësu, me e aplasu dhe me kriju një rend letrar dhe kulturor dhe që na me pas një brez të rritë edukumi cili ka me i pas ato vlera dhe ka me ndërtu edhe standardin kulturor edhe jetën kulturore në bazë aty në vlerave që ma të larta. E këmë thonë edhe në Gjilan gjatë një promovimi se na si familje e kemi të pamundun me kompenzu angazhimin e këtyne dyve dhe qërë në formë materiale se në cilën dhe po vlerësimi, falendrimi maj madhë është akti fisnik, vlera sublime e këti angazhimi tyne në përpjekën e afirmimit të vlerës së Donit dhe për këtë jemi shumë falendërus. Gjithashtu i falendroj këtu përshë shumë mish Donit të bashkëpunëtor Donit që janë sot praneshëm në shenjë respekt dhe vlerësimin Donit dhe gjithë natyrisht një falendrim për gjithë ju në emër të familjes që sot keni ardhur në këtë eveniment që kulturor që më në mënyrë gushtohet Donit. Ju falenderoj. Faleminderit Halil për këtë fjalë. Dua të përforcoj vlerësimin e profesorit në fillim të fjalës së tij se kur bëhen bashk Ramadan Musliu, Ibrahim Kadriu dhe Anton Nik Berisha, krijohet një trinom i cili mbase nuk ka nevojë të lavdërohet për gjërat e mira që mund të bëj. Profesori Berisha na foli për kritikën letrare të Danit mbi një pjesë të krijimtarisë së profesor Ibrahim Kadriut. E tash me kënaqësi e lusim vetë profesor Kadriun për fjalën e tij. Ju përshëndes për këtë pjesëmarrje në këtë manifestim letrar që mbështetet në emrin e Ramadan Musliut edhe në emrin tim natyrisht, por unë me këtë rast nuk do të kisha folë shumë sepse u tha ato fjalë që i tha Antoni, që i tha Sabiti, që i tha Përqellësi. Unë nuk do t'i përsëris, por e kisha parasysh që para jush këtu, si obligim moral timin, të them dy falenderime. Falenderim për Ramadan Musliun, i cili me një dignitet madh, me një angazhim të jashtëzakonshëm, i ka hyrë veprave të mia dhe ka vlerësuar në atë mënyrë e cila më ka ndihmuar, të thënë drejtën, ka ndihmuar shkrimet e Ramadanit, më ka ndihmuar që të kam kujdesin për vepra tjera. Ai ishte shumë serioz në shkrime, në estetik, si estet, por ishte edhe shumë serioz si burr,
i veçantë. Prandaj këtu, pra po i falenderohem për kujdesit ti, angazhimit ti që ka ba për veprën teme. Falenderimi i dytë i takon Antonik Berishës, sepse autori këtij libri, anipse në shkrimet e Ramadan Musliut, për autori i përpilimit e librit është profesor Antoni. Kë më ka lajmëru se ka ofru materialet që ka shkru Ramadan Musliu për mu dhe ka formu librin, dhe më thonë, kryt puna e librit është të Antoni dhe natyrisht e botusit e Sabiti ku është. Ka që kisha me thonë, edhe mos të zgjas më shumë, ju falemderit edhe njerë që keni marrë pjesë, që keni ardhen që ta nderojmë emrin e Ramadan Musliut. Falemderit. Faleminderit, profesor, për këto fjalë dhe për kontributin tuaj të vazhdueshëm në letërsi dhe art. Kjo pra ishte tëra e parapar për këtë promovim në emër të organizatorit, shoqatës së shkrimtarëve dhe krijuesve Ramadan Musliu. Ju faleminderit që ishit në promovimin e përmbledhjes së shkrimeve të Ramadan Musliut për disa nga veprat e Ibrahim Kadriut të përgatitur për botim nga profesor Antonik Berisha. Faleminderit edhe familjes Halili për këtë trashëgimi të pasur që na ka lënë përmes Ramadan Musliut. Ju lut pra për një foto të përbashkët tu përpara.